Ta shohim edhe motorin. Motori është 3.6 V6, po është biturbo, 440 kuaj fuqi dhe 600 Nm tork. Është një motor që është përdorur te Macan Turbo, është goxha e fuqishëm edhe i fortë, nuk është se janë problematik. Versionet e thjeshta pastaj kanë pas 3.6 aspirat. GTS-ja para faceliftit ka qenë 4.8 aspirat V8, po ky ka më shumë fuqi se ai. Ka pas diku te 400 kuaj më duket. Turbo pastaj ka pas 4.8, turbo se. Shohim dhe interiorin, normal kjo është me keyless go, kur është shtyp këtu mbyllet, kur e vet dorën hapet. Ka këto rimesat e karbonit, tu e ka Alcantara komplet. Kanë qenë opsionale, normalisht çdo gjë është opsionale te Porsche, s'ka asgjë gjë pa pagu lek, me sedile me memorie, kanë këto xhama të pasqyrave. Edhe sediljet që ka me gjitha këto mënyrat e lëvizjes, sepse thjeshtat kanë vetëm këto dyja këtu. Mbas lambar support s'kanë duket, gjitha kanë opsionale.